116 vjet nga lindja e Nën Terezës, shenjtores shqiptare që u bë simboli i bamirësisë, por si e mbajnë mend qytetarët e Vlorës dhe çfarë simbolizon për ta figura e Nën Terezës. Të pyetur për Blu Televizion, qytetarët thonë se Nën Tereza është personifikimi i bamirësisë i shqiptares shenjtore që sakrifikoi dhe shërbeu gjithë jetën e saj në të mirë të personave në nevojë, në të mirë të qytetarëve. Sipas vlonjatëve, Nën Tereza dhe vepra e saj do të mbeten gjallë dhe do të kujtohen përgjithmonë. Qytetarët thonë se bamirësia nuk të varfëron asnjëherë, edhe pse është zbehur nga viti në vit dhe nga brezi në brez. Përsëri qytetarët thonë se ende ndjenja e mirësisë ekziston dhe duhet të përcillet më tej. Një apel kanë dhe për politikën që të bëjë mirë sa më tepër dhe të shërbejë qytetarëve të saj. Është krenari për ne që kemi patur një personalitet të tillë si Nën Tereza, e cila e vuri jetën e saj në shërbim të varfërve. Fatkeqësisht, ishte kupton që në kohën që ajo deshte të vinte në Shqipëri, nuk u lejuo, por kështu ndodhin gjërat. Politika, ajo i ka dita pa jetë. Ne qytetarët e kemi prishur çik ekuilibrin. Duhet jemi më afër njëri tjetrit, në hallet tona, problemet tona. Megjithatë, shpresojmë që në të ardhmen të jetë më mirë se njerëzit do zgjohen, do bëjnë. Nën Tereza ka qenë zonjë gruat, thotë. Çfarë kuptimi ka? Ishte një bamirëse, sepse njerëzit janë ndëruar ta. Nga sevapi nuk të gjen gjë. Kemi rënë. Brezi i parë bënte kishte më pak dhe bënte më shumë. Njeri i shenjtë, njeri i mirë, kaq. Ka bërë mirë. Të gjitha gjërat nashi mirë është tani, po s'lën ta të rinj tani, na grin të rinj. Si do bëhet më mirë? Politika për ne bën aq mirë orti, për moshën time s'ka ku të vej më. Mirë, ka qetësi olla. Urdhoj gjithë fa populli, ka ndonjë në Vlorë jo. Si s'bën mirë për një tjetër? Po shtu pse mos bëjmë mirë ne për një tjetër, është gabi. Po si gjende? Nën Tereza, çfarë them për Nën Tereza, Nën Tereza është njëshi. Ka ndihmuar botën jo Shqipërinë, Nën Tereza është shenjtoria shqiptare, e cila shërbeu për vite me radhë dhe i dedikoi jetën e saj personave në nevojë, duke u gjendur atyre pranë në ditët dhe në kohët më të vështira.